Gjesti tha Allahu Ekber, shpërthen Laerti, kështu thonë ata që presin koka, terroristi e ti këtu. Një debat i ashpër ka përfshirë shtëpinë e vllait të madh, ka qenë pikërisht Laerti dhe Gjesti ata të cilët kanë shpërthyer ndaj njëri tjetrit deri në ofendime, teksa po përmendej debati që Gjesti pati më herët me Jozin për varsen e tij me kryq, Laerti tha se këngëtari ka thënë Allahu Ekber. Gjesti insistoi se këtë fjalë e thot gjithmonë dhe do të thot Zoti është i madh. Ndërkohë, nga ana tjetër, Laerti tha se kjo thuhet nga terroristët dhe nga ata që u apresin kokat njerëzve. Pse the Allahu Ekber? E di kush thot Allahu Ekber? Ata që presin koka. Çfarë je ti terroristi e këtu? Për çfarë ke ardhur ti këtu? Dëgjohet duke thënë Laerti.